Bekim Sali nuk e do Izet Megjikën. Nuk e do. Kush do të shkoj në burg për këto dallavere, hajni e mashtrimi? Visari, Izeti. E tani kene më pite kush I kam ledhët bashkë. Unë s'kom ndryshu, Allah. Unë nuk kom ndryshu, gjithë një kom qenë njëti. Unë kom marrë prej Londrës, ju kom tonë Macedonisë, do të më ndru emri. Unë s'kom desh me ndru, po kom thonë kërkesa është më ndru emri. Do të më bërë regjistrimi, do të më ndru disa gjëra, me pos demokraci, me funksionu shteti që është dohët. Dhe kom qenë dashamirës që me funksionu një shtet për gjithë neve. Për flasë për Bekim Sali, dhe për këto tërkofila, turqelit e Shkupit. Turqelit e Shkupit. Unë me turqët e vërtet të Republikës Turqisë nuk kam kërfar problemi. Nuk kam me këto që dalin me folë në emën të shqiptarëve të Zurrëtit Ilir, Miletit Skenderbeg. Unë nuk du mja për në emrin ati që e kemi shqiptarizu Azizogun të Lonin e Zemunit. Normal në imi njerëzë, po ti ju ke bot të abi imamit Azizoglu. Unë të kom fshi, unë të foli bashkëqytetarë, dhe I ka drejt me jetu, po s'ka drejt më thirë në emën shqiptarëve, se dhe ai nuk gëzon me thonë feja shqiptarit për shqiptaria. Mirë po, por më në ngullë neve, që shë në ngullën ato kriminalët e më hershëm, që ishin vëdijis, krye ma këta në grupin, të janë të njëta sulale, prej bive të Izraelit, të janë bive të Izraelit, që bëjnë fesad, korrupcion, dhe besa mund me derdhë dhe gjak, të janë bive të Izraelit. Bekim Sali, a I lërcës Azizoglu, dhe gjithë këto, shka mitën me gjëra, për mi damtu njerëzit, pavarësisht a janë shqiptore, a janë turqa, a janë muslimana, a janë macedona, a janë dhe, janë përbive të Izraelit që bëjmë fesat dhe nuk e kanë ngajle me derdhë gjak nesër të ato lagjet e getoizmë.